pasi sheshi ka derdhur bruna dhe përballë ndërkombëtarëve i kanë nxjerrë zbuluar, sepse kryeministri thotë, unë kam 800.000 shqiptarë që më votojnë. Opozita thot, unë kam 500.000, opozita merret me 2023, nuk i llogarit fare zgjedhjet e tanishme. Pra unë kam 500.000, pra 1.300.000 shqiptarë thonë këto janë me ne. Po këta që janë shesh, cilët janë? Pra këta e çbën këtë gjë, i kanë nxjerrë këta nga skena politike dhe kërkojnë zgjidhje. Dhe ajo që bën përshtypje është që ka një investim çdo natë për t'i veshur kësaj proteste, nuk di më se çfarë ka ngelur pa i veshur. Por në fakt ajo po triumfon, ajo po vazhdon. Tash ke parti ndonjëherë të dalin të rinj kështu në masivitet, të mbushin rrugët e Tiranës dhe të ketë një përhapje në gjithë vendet ku jetojnë shqiptarët? Nuk ka ndodhur në 90-ën. Dhe atëherë ishin në kushte të tjera, pra ti ndryshove, kalova në sistem, dhe tani ty të është akumuluar një gjë që kemi kaq vite që, sidomos, mbas 2021-shit, kur Partia Demokratike ndërmori një akt asaj kohe, zoti Basha, që nuk ecet më kështu dhe duhet të ndryshojmë drejtimin dhe qasjen, dhe sidomos në këto 5 vite ti ke parë një spektakël politikanësh se si ata po mundohen të qëndrojnë, po e mbajnë me thonjë pozicionet, sepse janë përballë drejtësisë. Ndërsa tani janë përballë popullit. Pra tani kemi qytetarët. Janë gjithë politikanët majtas djathtas? Po. Gjithë politikanët majtas djathtas. Tash ke qytetarët në shesh, ke edhe spakun. Pra dy gjëra që nuk kanë funksionuar, nuk kemi pasur protestë qytetare dhe nuk e pasur të funksionojë të funksionojë drejtësia. Do me thënë, një qeverisje që i shkojnë çdo ditë dhe ne çdo ditë kemi, çdo ditë pyesim ç'po ndodh, kush do arrestohet. Shiko si është futur kjo, është futur në fjalorin ton tani. Dhe duket si normale, po pse normale është të presësh çdo ditë një qeverisje kush do arrestohet? Po çfarë po bëjnë këto? Po punojnë këta apo po vjedhin? Pra këto janë duke vjedhur. Ndërkombëtarët përballë kësaj proteste, unë besoj që e mbështesin. Edhe ambasadori Gozato u pa në ditët para protestës. Ambasadori duke kaluar. Po, patjetër. Unë besoj që e mbështesin. Dhe shiko, ata janë këtu vetë. Ju keni parë që kanë qenë dhe media të njohura dhe nuk kanë pritur që të marrin informacionet nga ne. Por ata i kanë parë vetë dhe kanë parë cilët janë. Duket sikur janë dhe në anën të paktën gjatë këtyre viteve, dhe në anën e kryeministrit, dhe në anën e qeverisë. Shiko, ata janë këtu dhe respektojnë institucionin dhe nuk ndërhyjnë ata ndërhyjnë kur shkelen të tjera gjëra në marrëdhëniet diplomatike apo edhe kur duhet të bëjnë një qëndrim me çfarë po ndodh këtu, sepse vijnë nga vendet me një demokraci të konsoliduar dhe shikojnë se çfarë patjetër që ato marrëdhënie do t'i kemë me qeverinë dhe problemi është mënyra se si ne na jepen dhe interpretohen këto marrëdhëniet që ato kanë, shpeshherë për të na hedhur hisyve dhe për të na thënë që shiko, po normale me qeverinë do bëjnë ato, se me këto do bëjnë, me qytetarët do bëjnë ato marrëveshjen. Por në raste të tilla kur shikojnë çdime politike të thella të kryeministrit apo të opozitës, pa diskutim që dhe ato do mbajnë qëndrime. Fakti i ambasadorit Gonzales që futet në mes të protestuesve është një mesazh. Është një mesazh që ai e mbështet dhe hyn në një protestë qytetare, jo të dhunshme. Pra, kjo protesta jep modelin e një proteste qytetare masive. Dhe kur populli të del, kur qytetarët të dalin në rrugë, të mbushin sheshet, pa diskutim ti duhet mendohesh, jo ti tallësh ata. Dhe ka edhe një formulë, domethënë, sa përqind do të bëhen qytetarët që do mbushin sheshet dhe sigurisht kryeministri do të jetë në vështirësi dhe do të ndërmarrë një akt. Madje unë mendoj që të të riqet. Kjo është, ndoshta madje çfarë do të arrijë kjo protestë, zonja Karabina? Kjo protestë do të arrijë, do marrë një anë, do të rriqet Rama. Që tira në protestë është të rriqet Rama, kjo klasë politike nuk ka më besueshmëri dhe pastaj se si do rrjedhin, domethënë neve bëjmë analiza dhe mendojmë se si mund të jetë më e mira ose nisur nga eksperienca të vendeve të tjera, se dhe ne nuk e dim, domethënë. Vetëm se gjatë gjithë kohës kemi qenë kështu gjithë sy e vesh, kjo gjë të vazhdoj, është shumë e bukur dhe është shumë e mirë, është një leksion demokracie që
Jo vetëm që do të shërbej për tani, por do të shërbej edhe për atë që vjen në kulturën tonë demokratike, politike, për të thënë që po, partitë politike nuk mund të uzurpojnë protestat qytetare, ato kanë tubimet e veta, pa diskutim se sistemi politik ky është, do funksionojë me partitë politike, por nuk mund ta uzurpojnë ato të drejtën e qytetarëve dhe të etiketojnë çdo lëvizje qytetare se kur financohet nga ky, nga ai. Kush i financon gjithë atë ri aty? Kush i ka nxjerr ato atje? Pra i ka nxjerr pikërisht ajo që ata nuk durojnë dot më. Dhe unë shpresoj që ne kemi dhe fëmijët në shtëpi, kupton? Ato nuk janë rritur si ne, dhe ne kemi ndryshuar si kemi rritur ato siç na kanë rritur prindërit tanë. Pra ata vendosin dhe kanë kurajon, dhe këtë kurajo ato po e dëshmojnë tani që po dalin përballë këtij sistemi establishmenti që është shumë i vështirë. Ne e provuam. Pra, ne ishim një rrymë që tham të dalim mbi këtë. Ju e keni parë se çfarë goditje ka marrë, për shembull, Forca Jon, Partia Demokratike e Kohës Zyrtare, pastaj na morën vulën, ne që të ishin të përfaqësuar vum një emërtim Euroatlantik dhe establishmenti ishte më i fortë se ne. Por sot këta të rinj janë më të fortë se establishmenti, sepse po e dëshmojnë, po e tregojnë hapur se në çfarë vështirësie ka vënë si opozitën dhe pozitën. Kështu që kjo është protesta më e bukur dhe do të mbahet mend për ndryshimin historik që do bëj. Edhe një pyetje fundit, zonja Karabina, meqense keni qenë dhe bashkëpunëtore e Lulzim Bashës, është ky momenti të rikthehet zoti Basha? Apo kjo është një protestë dhe mesazhet janë për të gjithë klasën politike, përfshirë aty dhe kryetarën e Partisë Demokratike? Shiko, është në këto momente në fakt të gjitha ato që zoti Basha parashtroi, duket sikur janë të gjitha të finalizuara tani, domethënë ato çka madje edhe për protestën e të rive në 2023-shin, po ta keni parë, ka dalë një video ku ai ka bërë një thirrje që vetëm të ri do ta sjellin ndryshimin etj etj. Pra, zoti Basha mori përsipër një barr të rënd dhe bëri një akt politik më të fortin, pikërisht ne sot, nëse do ngriheshim, do të kishim një alternativë, që do të ishin këta njerëz që përfaqësonin dhe që nuk ishin të korruptuar. Dhe ne ti sot nuk e ke, dhe prandaj pyet çfarë do ndodhi nëse të riqet kryeministri, sepse ata kërkojnë që tiki dhe opozita dhe Partia Demokratike, pra nuk e duan as këtë zgjidhje. Besoj që në 5 vitet po të kishin rrjedhur gjërat ndryshe dhe të ishin dëshmuar që po, kjo është rruga që duhet ndjekur, dhe mos vishim pre e propagandës dhe manipulimeve të politikanëve të korruptuar, që këtë e bëjnë për të shpëtuar drejtësisë, nuk i bëjnë për të mirën e demokratëve, se po të ishte bërë për të mirën e demokratëve, apo dhe për të mirën e qytetarëve, ne sot nuk do ishim përballë kësaj vjedhje kaq të madhe që i bëhet pronës dhe qytetarit, dhe ne jemi të pamundur për ta ndryshuar. Kështu që shpresoj që protesta do ketë atë rezultat për cilën ajo ka lindur, që kjo klasë politike ta marrë këtë mësim dhe do shërbej për sot edhe për të ardhmen. Ju falenderoj shumë zonja Karabina. Faleminderit që më dha të mundësi. Një hapësirë publicitare, rikthehemi